Kosova vazhdon të jetë në një krizë institucionale, derisa edhe pas më shumë se 9 muajsh, zgjedhjet parlamentare nuk është arritur formimi i institucioneve të reja. Duke parë zhvillimet e fundit, zgjedhjet e jashtëzakonshme duken të jenë të pashmangshme, pasi asnjëra parti politike shqiptare nuk po pranon të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosje, parti kjo që doli fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit, derisa po diskutohet për zgjedhje të reja. Së fundmi, Kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mblodhi kryetarët e degëve, ku diskutuan dy çështje kryesore: zhvillimet politike në vend dhe përgatitjet për proceset e ardhshme politike, përfshirë zgjedhjet parlamentare. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka deklaruar se partia e tij do të garojë vetëm në zgjedhjet e ardhshme pa hyrë në asnjë koalicion parazgjedhor. Madje, Haradinaj kërkoi të shpallen zgjedhjet e reja e njoftoi se është arritur pajtueshmëria që lista e kandidatëve për deputet të përfaqësojë gjërësisht të gjitha komunat e Kosovës. Mirëpo si duket, edhe si duhet, parë vendimi i Haradinajt që AK-ja të garojë vetëm në zgjedhjet e reja, folën analistët. Ata u fokusuan te gjasat që ka kjo parti të kalojë prabun, pasi në zgjedhjet qendrore ka pësuar një rënje të madhe dhe si e tillë vihet në pikë pyetja mundësia që kjo parti t'i marrë votat e nevojshme për kuvend. E për atë se pse Haradinaj vendosi të garojë AK-n vetëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare për bota sot, foli antari i Guxo, Luan Gacaferi. Sipas tij janë disa arsye pse lideri i AK-s refuzon të bëjë koalicione me partitë e tjera, e në këtë pikë përmendi edhe dështimin e koalicionit të fundit me Nismën. Unë mendoj se arsyeja pse Haradinaj nuk bën koalicion me partitë e tjera është sepse është djegur me Nismën. Do të thotë, Nisma i ka lënë shije të keqe, kjo është një prej arsyeve. Arsyeja tjetër është se, siç duket, as PDK-ja e as LDK-ja nuk i kanë ofruar atë që ka kërkuar, domethënë nuk i kanë ofruar vende të sigurta në listë për deputet, jo atij personalisht, por njerëzve të tij, vlerësoi ai. Krahas kësaj, foli për mundësinë e kalimit të pragut zgjedhor e që ai kishte rezervat e tij për këtë pjesë. Sipas tij janë gjasat e mëdha që AK-ja të mos e kalojë pragun. Tash, a e kalon apo jo pragun, me bindje them se nuk e kalon, por si duket është pajtuar edhe ai me këtë gjë dhe prandaj ka thënë se nuk garon më dhe se dëshiron të dalë në pension politik. Si duket, ai po dëshiron të marrë plotësisht partinë dhe të mos ja lërë askujt tjetër në dorë, përfundoi Luan Gacaferi. Kurse analisti Blerim Burjani vlerësoi se AK-ja e ka vështirë të kalojë pragun, pasi sipas tij kjo nuk është parti shumë e dëshiruar dhe se koalicionet e shumta e kanë dëmtuar atë. Ai në bashkëbisedim me Bota Sot tha se skena politike në Kosovë po ndahet çdo ditë më shumë dhe si e tillë Haradinaj vështirë se mund të gjejë veten, apo thënë më sakt, të kaloj pragun zgjedhor. Vështirë është të kalosh në nivel nacional, nuk është parti e dëshiruar për shkak se në këtë parti familjare sundon prisi familjar. Gabimet të mëdha politike në nivel nacional, si dhe sundimi i saj gjatë koalicionit me AK-n, i kanë shkaktuar dëme të mëdha tek shumica e elektoratit të Kosovës. Kjo parti njihet si e Haradinajve. Herën e fundit, Nisma e kishte shpëtuar me vështirësi dhe nëse do të hynte vetëm në zgjedhje, mund të mbetej jashtë parlamentit. Skema politike në Kosovë po ndahet gjithnjëherë më shumë. Nga njëra anë, opozita, LDK dhe PDK, dhe nga ana tjetër vetëvendosje. Ramushi thotë se do ta kaloj pragun, por sipas mendimit tim nuk ka siguri, nënvizoi analisti. Po ashtu ai përmendi edhe disa periudha të vështira, të cilat ndikuan në dobësimin e AK-s, ndërsa përgjegjës për gjithë këtë situatë krijuar në këtë parti e bën Ramush Haradinajin. Historikisht, AK-ja ka pasur periudha të vështira, dikur ekzistonte si koalicion, ndërsa tani si parti. Haradinaj i ka dobësuar AK-n, e cila më parë përbëhej nga disa parti. Ajo ka qëndruar herë 6%, herë 7%, ndërsa tani më nën shkurt ka vetëm 5%. Këtë herë pa Nismën. Nuk dihet nëse do ta kaloj pragun, përgjegjësia bie te Ramushi. AK-ja nuk ka qenë kaq dobët derisa ishte ai në krye, por tani niveli nacional ka rënë dukshëm. Ka shumë gjasa që AK-ja të mbetet jashtë parlamentit, që ndoshta më mirë sepse partitë e vogla shpesh janë të dyshuara për nepotizëm dhe korrupsion, përfundoi Blerim Burjani për Bota Sot.